që thuhet, edhe në tavolinë, ku e keqa me madhe në Shqipëri, që është Berisha, është Rama, ku duhet që ne të gjithë të ngrem zërin, ku ne të gjithë do të përgatitemi që t'i heqim ata. Dhe në tavolina ne jemi oratorë të mrekullueshëm. I nxjerrin problemet e Shqipërisë në tavolina, nxjerrin në shkakun. Problemi është se jemi ne kryeministra, edhe nuk kemi ne kryetar opozitash. Të lutem. I nxjerrin në shkakun me. Dhe shkaku është një. Rama Berisha. Ikim tani, shkojmë në shtëpi, vim nesër bëjmë përsëri njëjtën gjë, vim pas nesër njëjtën gjë, dëgjojmë dhe Berishën dhe themi do hiqet në protesta apo jo. Dhe situata vazhdon dhe në këtë lloj mekanizmi që kemi ndërtuar ne mediatik përfundimisht, thjesht vetëm bëjmë retorik. Me që, ne këtë bëjmë se ne për analizë jemi se s'do marrim... Të mbledhim këshillin e mandateve të heqim imunitetin, se ata e ka Rama e ka thënë. Publiku gjykon, ne bëjmë analiza, ju jeni ftuar, të tjerët janë të ftuar, se cili jep analizën e vetë, publiku vlerëson. Ka një ditë gjykimi, kur janë zgjedhjet, dhe me ato çfarë mund të gjykoj, mund të analizoj. Shqiptarët janë shumë të mençur dhe i ndjekin politikën shumë mirë, më shumë se çfarë mund të ndajnë politikanët që mendojnë që i sjellin shqiptarët vërdall. Vazhdoj. Jo, pse. Bëjmë retorik, ta kthejmë bisedë pak të. Po për bisedë, këtë po them. Unë bisedë po bëj. Po. Vetëm ndryshimi është që mua më ndryshimi njëri tjetrit se ndryshimi. Ky është ndryshimi. Unë të dëgjoj me shumë dëshirë. Pra me fjalë, ne bëjmë gjyqin tani. Dhe vjen gjykimi i madh. Gjykimi i madh përsëri zgjedh Rama Berisha. Ku ishim ne? Ne. Asikundi. Do vazhdojmë përsëri rast tjetër, ne do bëjmë gjykimin e madh. Përsëri do bëhet gjykimi i madh. Gjykimi i madh do zgjerë Rama Berishën. Dhe përsëri ne do vazhdojmë dhe do themi përsëri të poshtërit, të qelburit. Pse? Po jo, mo se se thot... Sepse ajo që bëjmë ne këtu, nuk e thot ajo që bëjmë ne është... E thash vetëm unë me Taulantët, ti se thua kështu a beni. Ne jemi bashkë shpesher në për studio, ti se thua kështu. Se e ke mera këtë. E them unë, e the Taulantë, e thot largë Shqipa, këto ko, ti se thua kështu. E them tamam unë, mund atë po them, bile unë duke se po e them tamam. Mirë, kush është e keqja me Ka problemi ka po ta themi ne. Qa të shqetëson ty Ben? Me që më thuaj kush është e keqja për ty? O Ben, qa të shqetëson? Qa më shqetëson mua? Po thua, pra, a bit edhe këtë se si kur kemi ne në dorë as buxhete, as parlament, as opozit, as këshill mandatesh, as... Ne nuk kemi... Ose na thuaj çfarë mund të bëjmë? Ose na tregos si të flasim. Pra me fjallë, ajo që unë thash dërtania është që çdo gjë që u ngrini është ujë në ava. Sepse nuk është asnjëra institucionale. Është gjithmonë numërimi, shkak, pasoj. Dhe në fund fare, mbasi bëhet analizë shkaqeve pasoje, jepet një rekomandim për zgjidhje. Dhe zgjidhja është, shoqëria shqiptare duhet të heqë të dy. Po, më do të heqë. Po këtë do verë. Po këtë do verë. Letë, lutem tani më letë. S'duan më t'ikin. S'duan mëre. Po mirë për dy individ do të heqim Shqipëria. S'duan më, s'duan. Dy individ do të heqim Shqipërinë. S'duan. Po jo më nuk po themi në të shkirë, të paraqitet e drejtësia. Të themi në real tani. Po të shkojmë të drejtësia, që se i thëret. Jo më në real jemi. Okej, je në real. O Beni, po kur i thëret drejtësia të paraqitet. Unë sidomos jam shumë në real, as mos e kesh fare dyshimi, nuk jam nga ato që vetëm flas. Okej. Shumë ngacmon edhe ti. Ngacmojmë, unë po them, s'duan më t'ikin. Duan t'ikin. Po mirë, mo letërin. Ore dhe njerë më tani, ore... Po ata s'në ndërën e të flasë. Ore jam në arsye time dhe me këtu po them. Ore nuk po kundërshtojmë. Ata të duan, neve nuk kanë ndërën do të flasë. Unë nuk po kundërshtoj, unë jam në arsye tim. Pse po më kundërshtoj për marrëvesh? Unë jam në arsye tim, pra unë po them, s'duan t'ikin. Nuk po kundërshtoj, s'duan më s'duan në të t'ikin. Atere, çfarë kemi instrumenta në dorë për të larguar? Pra unë, këtë pjesën e dytë, çfarë kemi instrumenta në dorë për të larguar, s'më lini që s'më lini ta them. Po vazhdo. S'duan më të ikin, dhe i vetmi instrument që keti në dorë është vota, asgjë tjetër. Dhe në momenti kur ne këtu diskutojmë dhe japim drejt Saliut, që treni bullgar bëri namin, që blerje votës me 25.000 antar të Partisë Demokratike në komisionet e votimit u bë nami, që në Shqipëri, korupcioni bëka nami, gjithmonë si pas Saliut. Dhe bëj një pyetje, Beni, po munda? Të gjitha këto, përfundoj në përgatitje në opinioni i cili ballafaqohet absolutisht në votime. Jo, s'dua mas votime, sepse viden votime, okej. Ka një instrument tjetër. O Beni, o dëgjo, njonja 30 socialist. Dhe më thonë, dëgjo,
Njonja 30 A ka mos ta socialist, shpej deri në fund unë? njonja 30 socialist që më thonë. Jo, jo, nuk dua, nuk Po e dua. bëjnë debat, ma Jo, nuk po falë. bëj debat. Pra që jo e sa kemi ma falë. Nuk t'ja përgjigje fare, ta 30 mbaroj. socialist që më thonë, nuk e dua me Ta dirama. mbaroj, Duro, ta mbaroj. Nuk e dua me dirama. Ta mbaroj, ta mbaroj. Ku të Ta vetë mbaroj, votojnë më ta valla? mbaroj. Ta Ku të mbaroj. vetë unë, votojnë? ta mbaroj. Ta dëgjosh. Jo, se jam në shëtimin. Do